Mirë, rikthehemi në studio për të ndalur tashmë tek sfidat ekonomike për vendin tonë. Kam kënaqësinë të lidhem drejt për së drejti me ekspertin e ekonomisë, zotin Eduard Gjokutaj. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, zoti Gjokutaj, dëshiroj ta nis me raportin e Bergh, raporti tranzicionit i Bankës Evropiane për Rindërtimin dhe Zhvillimin, ku thekson problematikën e migracionit. Si për Shqipërinë, në fakt, edhe për Kosovën, që pas komunizmit ka pasur shifra shumë të larta të largimit drejt vendeve të tjera. Besoj që lidhet drejt për së drejti dhe me efektin ekonomik, apo jo? Si pati ju këto raporte dhe shifrat? Dyshim, raporti i tranzicionit që ka nxjerrë Berghi, i cili në vetvete nuk trajton thjesht emigracionin si një problem social apo demografik, por si një problem tashmë thelbësor të modelit ekonomik, qoftë të Shqipërisë, Kosovës apo vendeve të tjera. Pra, tashmë nuk flitet më thjesht për njerëz që largohen, por për kapital njerëzor që po humbet përgjithmonë nga ekonomia e vendit dhe po krijon një boshllëk i cili nuk po zvendësohet dot me format e tjera të prurjes punonjësve apo format të organizimit të bizneseve. Pra, ajo çfarë është shqetësuese në këtë raport, të cilin na e vën në dukje, por jo se ne nuk e kemi theksuar, apo nuk e dim, është rasti që Shqipëria ka një renditje në vendet që kanë nivelin më të lartë të emigrimit apo shumë të lartë të emigrimit neto. Pra, dalin më shumë njerëz se sa hyjnë të tjerë si emigrant. Por problemi më shqetësues pastaj lidhet me atë çfarë ka brendia e këtij emigrimi, që ka një largim të fortë të rinjve dhe sidomos një ikje disproporcionale të profesionistëve dhe punonjësve të kualifikuar. Pra, lën një boshllok që ka lidhje me pjesën që ekonomia humbet atë që quhet segmenti më produktiv i shoqërisë. Pra, humbet investimi që është bërë për ta në arsim, në formim dhe nëpërmjet emigrimit të tyre të lirë, pra lëvizjes së lirë të njerëzve, natyrisht kjo i bie që të investosh për të subvencionuar ekonomitë të tjera dhe nga ana tjetër tregu i punës i cili krijon këtë boshlik arrin në atë nivel që tashmë të na mungojnë jo vetëm profesionistët, por të fillojnë të mungojnë dhe ata çfarë kanë të bëjnë me punë bazike, ato punë të përditshme. Por efekti tjetër është presioni i drejt për drejt mbi biznesin shqiptar, i cili nga që nuk gjen staf, edhe nuk mund të zgjerojë dhe nuk mbaron vetëm këtu. Kemi një rritje të kostos së tyre, për arsye se kemi rritje të pagave, por kjo rritje pagash nuk vjen për shkak se biznesi është bërë më teknologjik, më efikas, por apo është organizuar, por thjesht vjen se ka nevojë të plotësoj ato lloj mungesës. Pra, efikasiteti i cili do të orientonte në këtë rast biznesin mungon. Dhe në këtë rast i gjithë ky proces i emigrimit, i thënë nga Berghi, por thënë me kontekstin shqiptar, e bën ekonominë më pak moderne apo më pak të qëndrueshme, e bën më të vogël, më të shtrenjtë dhe më pak konkurruese, të cilat ndoshta do t'i shëllojmë vijin. Patjetër që po, dhe në fakt e nisa me këtë element për të ndalur dhe shumë të tjera, se duket më tepër si aspekt demografik, por më qenë se imi këtu dhe një tjetër e dhënë që na vjen nga Instati lidhet me martesat, që shqiptarët gjithnjë e më pak po martohen dhe 1 në 3 martesa po përfundon në divorc. E kjo më pas shoqërohet edhe me uljen e lindshmërisë në raport me vdekshmërinë. Përsëri këtu ky aspekt, çfarë ndikimi ka në ekonomi? Po padyshim ky është një nga efektet pasojë për shkak të emigrimit, pasi siç tham, largohen të rinjt apo prishet ajo çfarë themi balanca sociale midis brezave, midis stresave, natyrisht që kjo krijon një problem në formimin e familjeve të reja, në krijimin e mundësive për të qenë një jetesë e cila të prodhojë edhe një lindshmëri më të lartë, dhe nga ana tjetër kjo të krijojë edhe një bazë më të gjerë konsumi dhe një element shtesë në aspektin e fuqizimit të fuqisë punëtore në të ardhmen. Të gjitha këto me largimin të rinjve dhe sidomos të atyre që konsiderohen si stresa që nuk është tashmë e varfër, por kanë një mundësi jetese këtu, por kërkojnë paga më të lartë apo një mjedis më të mirë për fëmijët e tyre dhe për vete, natyrisht e gjitha kjo ndikon te fertiliteti, i cili trajtohet dhe në raportin e Berghit si një nga problemet që në Ballkan, por sidomos në Shqipëri, i ka prekur pasi ne kemi një ndër normat më të ulta të lindshmërisë dhe natyrisht rritja natyrore e popullsisë është efekt që ndikon direkt
si në aspektin social, pra në prishjen e barazisë sociale apo edhe të asaj gjinore, por nga ana tjetër edhe në rrugën e bazës konsumit të ekonomisë për aspektin si familjar, por edhe në aspektin e kontributit buxhetit e shtetit, të cilit këto të ardhra që mungojnë nga largimi apo nga mungesa e këtyre familjeve, natyrisht që nuk rikuperojnë dot me masat e tjera pasi kërkojnë fuqi shtesë punëtore e cila nuk vjen sipas dëshirës, por kërkon edhe ajo një sër kushtesh. Patjetër, këtu ka një ndikim apo jo në mënyrë direkte, ndoshta edhe pak më të mëvonshme edhe tek pensionet, nëse flasim për emigracionin për shembull si element, e kemi cekur shpesh edhe sa e rëndësishme është që të reflektohet në kohë, zoti Gjokutaj, sepse janë breza të rinj të cilët mendojnë për ato cilët do dalin pension sot. Në fakt skema e pensioneve vajtin vite tashmë që është e pa balancuar, pasi kërkon se s'bën kontribut nga buxheti i shtetit në shtesë atyre fondeve që pagojnë kanë kontributet, edhe pse ka përpjekje të lidhura me formalizimin e tregut, apo edhe me element që kanë të bëjnë me modernizimin e ekonomisë në mënyrë që të prodhojnë vlerë të shtuar dhe paga më të larta, natyrisht që duket se politika ecën më shpejt se sa ekonomia reale dhe nuk ka arritur dot që të bëj atë ndërthurje ku biznesi të jetë interesuar vërtet formalizohet bazuar mbi atë çfarë ai ka mundësi dhe nga ana tjetër të kalohet në një ekonomi të një modeli tjetër, e cila shtrohet dhe në raportin e Bergjit, pra nga një ekonomi e cila tashmë i ka shtëruar mundësitë e veta si fuqi e lirë e krahut të punës, apo avantazhet gjeostrategjike e të tjera të cilat në vetvete nuk i shërbejnë më zinxhirit ekonomik botror, në krimin e një fuqie punëtore e cila do të kërkonte vite më përpara, pasi nuk mundet të prodhojnë efektet menjëherë. Një rritje të vlerës së shtuar ekonomike, e cila nga sa duket është një lajm pesimist edhe për të ardhmen, pasi nëse shikojmë programin e reformave ekonomike të lançuar nga qeveria pak ditë më parë për 2026-2028, ekonomia do të vazhdojë të bazohet mbi këtë lloj sektorësh, mbi këtë bazë të ngushtë që ka të bëjë me ndërtimin dhe turizmin, dhe do të rrudhet më tej bujqësia, nuk do të ketë industria atë frymare që do të donim, pra ekonomia nuk do të prodhojë më shumë dhe në këtë mënyrë lajmi i keq nuk është thjesht dhe vetëm për pensionet të cilat janë produkt i kontributit punojësve, por është për atë çfarë ne e tham pak më përpara, emigrimin i cili nga sa duket ende nuk po punohet apo nuk do të orientohet për të gjetur terren që të minimizohet sadopak. Kuptoj qartë. Ndërkohë, biznesi në Shqipëri si e shikoni? Raportin e Bergjit në qasje me biznesin, qoftë atë të vogël apo të mesëm, dhe prej buxheti po ashtu nga qeveria, mendoni që i plotëson nevojat për ta zhvilluar biznesin e vogël e të mesëm? Atëherë, unë do të ndalem që të pjesë e fuqisë punëtore, e cila është pjesa më thelbësore e tregut shqiptar. Kur mungon fuqia punëtore, gjë që tashmë është pranuar si fakt me shumë vonesë, ekonomia apo bizneset e vogla përballen me dy rrugë. Ose do të reformohen realisht, pra të fusin teknologji, të organizohen, të ndikojë kjo në rritjen e produktivitetit në mënyrë që të bëhen konkurruese dhe të zgjerohen më shumë edhe jashtë tregut shqiptar, ose të përshtaten në këtë mënyrë të keqe siç jemi për të mbijetuar. Në fakt, në Shqipëri, për shkak të strukturës së bizneseve ku shumica janë të vogla apo mikre, me një kapital shumë të kufizuar, si për arsye të informalitetit, po dhe për arsye të mundësive të tyre, ndodh kryesisht që ato të përshtaten për të mbijetuar, dhe kjo tashmë është bërë model që vazhdon prej shumë vitesh. Dhe çfarë ndodh? Atëherë ndodh që pritshmëria është që këta punonjës që të cilët janë ende pjesë e tregut punës, do të kenë punë të padeklaruar, pra orë punë të padeklaruara. Do të kenë ato pagat e pjesme, sa në borderos, sa paga të tilla në dorë, apo kontrata minimale të tilla që nuk do të mbrojnë atë çfarë ata bëjnë realisht dhe atë çfarë ata kanë të drejtë. Pra këtu është problemi shumë i madh, i cili nuk ka të bëjë thjesht me mënyrën si do reagojnë bizneset, po si do të reagohet ndaj informalitetit në tërësi apo ndaj qasjes që ka ekonomia për të mos u reformuar, për mos kaluar në një model tjetër. Dhe kjo nuk është pjesa se bizneset e zgjedhin me dëshirë. Kjo është një fshehje për të përfituar dhe maksimizuar në kushtet kur edhe politika nuk ndjek ritmet e ekonomisë, por vazhdon në një mënyrë të tillë që mbështetet në letër pa u referuar atyre zhvillimeve reale, dhe natyrisht kjo qasje tashmë biznesi
do të pajtohet me informalitetin, do të vazhdoj të qëndrojë tillë në mënyrë që të përballojë sfidat, sesa të kërkojë të reformohet, të zgjerohet dhe të përshtatet. Pasi të bëhesh produktiv nuk do të thotë vetëm njëra anë e biznesit. Produktiviteti varet nga ato çfarë vetë politikat publike orientojnë, vetë mënyra se si ndërgjegjësohet tregu dhe në një farë mënyre se si edhe elemente të tjerë që rrethojnë biznesin, tregu financiar, si aksesohet kreditimi, si aksesohet arsimi profesional në mënyrë që të shërbejë tregu dhe jo të shërbejë si statistik, apo në tërësi ti punon qeveria për të lidhur tregun e brendshëm me tregjet e huaja, pra në drejtim të eksportit. Mos harrojmë që mundësitë e fermerëve apo prodhuesve shqiptar janë shumë të ulta për të përshtatur me tregun e ri. Dhe përshtatja me zinxhir të ri në këtë treg global natyrisht që është shumë e vështirë në mos e pamundur për nivelin e bizneseve që më së shumti punojnë në kurse mbijetese. Atëherë, zoti Gjokuta, e gjithë kjo që po thuhet nga qeveria, nga institucionet përkatëse për luftën kundër informalitetit, duket si një betejë e humbur apo jo, nëse nuk i ofrohen kushtet biznesit, pra përsëri do shkojnë drejt tyre rrugëve dhe alternativave në mënyra të ndryshme, qoftë për uljen e deklarimit të pagave të punonjësve etj. Por le të analizojmë këtë format, që shteti është në të drejtën e tij, pra qeveria të kërkojë deklarim real të pagave, formalizim të tregut të punës, edhe rritje të bazës tatimore me qëllim që to të shërbejnë interesit publik. Por çfarë ndodh realisht? Pra kjo është politika kërkon diçka më shumë se ç'është ekonomia reale, ajo që ne sapo përmendëm. Në fakt paga kërkohet të deklarohen më lart, por produktiviteti i bizneseve nuk është rritur. Çfarë do të thotë? Vlera e punës për një kohë e tyre ka ngelur ajo që ka qenë në mos dhe përkeqësohet për arsye të rritjes së kostove. Pra nuk i ngelet gjë biznesit të rrisë produktivitetin aq më tepër kur është i vogël dhe punon për mbijetesë. Nga ana tjetër, biznesi përballet njëkohësisht me tatime më të larta, dhe këtu s'po flas vetëm për tatimet qendrore, taksa lokale, tarifa, shpenzimet, takse korrupsion, dhe cila është strukturuar dhe është bërë më sofistikuar, kontribute më të mëdha, pasi kontributet fiskale dhe ato sociale rriten në kurriz të bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe mungesë punonjësish. Në këtë situatë biznesi ka 3 reagime të mundshme. Ose do të rrisë çmimet, gjë që ne shikojmë te një kategori e mirë e bizneseve të shërbimeve bazë apo të madhrave ushqimore, ose do të ul numrin e punonjësve përtej asaj çfarë ka shkurtim me qëllimin se si përballon dot dhe do të marrë më shumë nga pjesë vet, ose do të rrisë informalitetin. Pra, nga njëra anë deklarimi pagave në letër me këto aksionet që bëhen anti-informalitet na rezulton sikur kanë sukses, por nga ana tjetër ekonomia formale nëpërmjet mos dhënies së pagave të plota apo nëpërmjet fshehjes së formave të ndryshme, pasi dhe informaliteti sofistikohet, është një tjetër qasje. Dhe në këtë mënyrë, lufta ndaj informalitetit ngjan si një luftë e tillë që nuk bazohet mbi baza reale, por më së shumti po kërkon të luftojë simptomat pa luftuar shkaqet, të cilat ne i përmendëm, dhe janë ato që përbëjnë bazën mbi të cilët bizneset detyrohen të kalojnë apo të jetojnë me informalitetin, gjë që është i padëshirueshëm, pasi nuk i mundson asnjëherë të zgjerohen, dhe ne kemi parë ky informalitet po i mban 99% të bizneseve shqiptare në të vetëpunësuara apo ndërmarrje të mesme. Dhe është 1% i cili konsiderohet ai që është klient i fondeve publike dhe në tërësi ai që ka kap ekonominë, i cili nuk mundësohet do të bëjë këtë ndryshimin e madh të ekonomisë dhe të ndikojë edhe në luftën ndaj informalitetit. Kuptoj, një problem shumë i madh, në fakt, një plagë e cila vështirë duket se do të mbyllet paktën për ekonominë vendase. Ndërkohë, për të ndalur pak tek këto minuta që na kanë mbetur, kemi parasysh që sektori i rëndësishëm në vendin tonë është po ashtu edhe turizmi, dhe flitet shpesh që nuk mund të presim pikun e sezonit për të menduar, por duhet nisë që tani përgatitja. Besoj kapitali njerëzor edhe këtu do të jetë një element që mund t'i mungoj dhe do t'i mungoj Shqipërisë, apo jo, pra shkollë sa në sezonin e shkuar veror patëm rekrutim goxha nga vendet e treta. Po të themi që biznesi i industrisë turistike në vitin 2025 na tregoi që edhe pse pati një rritje prej 6% të numrit të vizitorëve, natyrisht që prurjet e tyre apo hyrjet në ekonomi ishin pothuajse të njëjta, edhe pse nuk ka dalë tremujori i fundit, po ishin pothuajse të njëjta me vitin 2024. Çfarë tregon që turizmi në vetvete duhet të ishte i tillë që të përfaqësonte atë çfarë ka të bëjë me mënyrën se si kjo industri e rrit vlerën e saj. Në momentin që Shqipëria ofron shërbime turistike, në fakt jemi në kushtet ende të fuqisë së lirë punëtore apo të një vlere të ulët
të shërbimeve në gjithë ciklin zinxhir, që nga prodhimet bujqësore, te pjesa e mënyrës së akomodimit, te pjesa e shërbimeve të ushqimit, e të tjera shërbime që kanë lidhur me argëtimin e transportin e të tjera. Dhe gjitha këto së bashku kanë bërë që pagat, edhe pse kanë rritje, të mos përballojnë dot atë element që në Shqipëri po gërryen familjet shqiptare, që është inflacioni. Edhe pse pagat rriten, fuqia vlerëse ngelet në vend për arsye se rritja i justifikon vetëm inflacionin. Nga ana tjetër, familjet nuk ndihen më mirë. Të mos harrojmë që një pjesë e mirë e punojësve janë nga zonat periferike të Shqipërisë, pasi turizmi nuk bëhet pjesë vetëm Tiranë, por bëhet në ato zona që janë mbretërore, por i përkasin periferive ekonomike, pra nuk janë zona të zhvilluara. Dhe në tërësi, e gjitha kjo është që punojësit nuk përfitojnë dhe bizneset janë të ngarkuar më shumë me lloj-lloj të themi elementësh që shteti kërkon të përfitojë në kohë reale pa u kthyer mbrapsht. Dhe gjithë ky densitet tashmë urban nuk po përkthehet në rritje të vlerës dhe këtu është problemi që turizmi, përveç asaj që nuk mundet do të arrisë vlerën përtej dëshirave më shumë se sa mundet nëse nuk bëhet investime në gjithë zinxhirin e industrisë, nga ana tjetër mund të kthehet në bumerang për shkakje të problemeve nga goditjet jashtme, përveç atyre siç ndodhen në kohën e pandemisë, por ndodhin çuditëra të ndryshme siç janë problemet gjeo-ushtarake, elemente të tjerë që kanë të bëjnë me mënyrën se si turizmi sulmohet edhe nga konkurrentët rajonal, e të tjera elementë që në vetvete këtë industri nuk e bëjnë sigurt, por e konsiderojmë të paktën në analizat tona si një rritje artificiale e cila nuk krijon atë qëndrueshmërinë për të neshmen, por e mban gjithmonë të pasigurt dhe në alert ekonominë. Pra nuk kemi një strategji të mirëfillt, pavarësisht se pati një strategji të hartuar, publikuar nga Ministria e Turizmit, e cila po ashtu artikulonte shumë pika të cilat duheshin plotësuar, duke nisur ndoshta që nga infrastruktura e deri më pas tek nevoja për kapital. Strategjitë janë shumë optimiste në letër, por siç tham për ekonomi reale që nuk përshtaten me politikat, qëtësi shumë shpejt të arrisin pagën pa pyetur minimale, apo dhe pagat e shtetit pa u thelluar se pse duhen bërë këto efekte në realitet, apo kështu edhe strategjit në momentin që nuk u dalin përgjegjësit për t'i zbatuar dhe nuk harmonizohen në mënyrë të plotë të qartë rolet e pushtetit vendor në pushtetin qendror, mënyra si do të harmonizohen investimet në infrastrukturë të cilat vetvete po kthehen në bumerang për shkak të zvarritjeve, problemeve, korrupsionit dhe dështimeve, natyrisht që ajo çfarë përmendën një banka botërore me të drejtë që 70% e investimeve në infrastrukturën e transportit janë jo efektive, na bën të kuptojmë që ekonomia nuk ka për të marrë mbrapsht atë që hodhi, biles mund të dalin me humbje, pasi ato dhe amortizohen dhe shtohen si barë për mirëmbajtje dhe elemente të tjerë. Në tërësi, gjithë ky stok ndërtimesh rezidenciale në vetvete nuk po prodhon ato rritje ekonomike që është reklamuar në strategji, pasi në fakt ndërtimet duhet të jenë ato që janë funksionale për biznesin, që ka të bëjnë me proceset e përditshme si që gjenerojnë ardhur apo. Që gjenerojnë të ardhur. Në këtë mes e kanë provuar vende të tjera që janë shumë të avancuar në industrinë e turizmit, si Greqia apo dhe Kroacia, që mbështetja në sektor të tillë është shumë e rrezikuar dhe shumë e ekspozuar ndaj çdo lëvizje. Për të mos harruar pastaj që industria jonë turistike është shumë për të dëshiruar në përmbushjen e atyre kritereve që ka të bëjë me rritjen e vlerës. Okej. Mirë, ndërkohë e përmendët disa herë zoti Gjokutaj për ta mbyllur çështjen e rritjes së pagave që po ashtu është artikuluar shpesh dhe ka ndodhur në fakt dhe mënyrën se si përkthehet, pra është një përgjigje vetëm e inflacionit apo vërtet kemi një rritje ndoshta edhe të mirëqenies dhe qytetarëve të cilët mund të kenë mundësi të blejnë më shumë me rritjen e pagës? Në fakt, inflacioni është faktori që i mbyll të gjitha rrafet e këtij cikli që ne përmendëm, pasi goditja më e fortë e inflacionit përtej asaj çfarë është i normën zyrtare të 2.3% që vjetor, por goditja më e fortë ka qenë te ushqimet, te energjia, dhe këtu kam parasysh shpenzimet edhe për karburant dhe gjithë ato elementë përfshin sektorin e gjener energjetik dhe shërbimet bazë. Pra këto janë pikërisht shpenzimet që zënë peshën më të madhe në buxhetet familjare. Dhe kjo është shumë e lartë se sa ajo çfarë është inflacioni, për të mos folur këtu për çmimet informale të cilat nuk përfshihen fare në këtë, por që paguhen nga qytetarët për të përfituar ato çfarë ata kanë nevoja të përditshme për të jetuar në një mënyrë normale, këtu flasim për shërbime ekstra apo shërbime përtej bazikeve. Pra,
Pasojat reale do të thosha që janë që paga rritet në mënyrë nominale, pra rritet në vlerë, i shtohen ato vlerat, të kemi apo vlerat, por fuqia vlerëse bie për arsye se te shikoni ju në intervistat që bëni me qytetarët që me të njëjtën sasi lekësh blejnë më pak produkte apo dhe shërbime. Familjet nuk ndihen më mirë pasi kjo duket te norma e mënyrës se si shpenzojnë paratë e tyre. Momenti që remitancat ngelen konstante tregon se plotësojnë një pjesë të madhe të atyre çfarë kanë të bëjnë me pamundësinë e përballimit të inflacionit dhe kosocietesës. Nga ana tjetër, i gjithë ky proces punojësit i bën të kërkojnë paga më të larta, por këto paga më të larta edhe ata nuk i justifikojnë me rritje të produktivitetit të tyre, por thjesht për shkak të arsyeve subjektive. Dhe gjitha kjo pastaj në momentin që smerren dhe këto paga të larta çojnë atë që thamë migrim. Pra, inflacioni po e gryen pagën reale vetë. Dhe e gjitha kjo punojësit nuk përfitojnë atë që duhen, bizneset ngarkohen më shumë, por dhe shteti nuk merr atë që planifikon, edhe pse e ka ndihmuar deri më sot inflacioni i produkteve bazë për të marrë diçka më shumë nga ato çfarë quhen taksa të konsumit. E qartë. Zoti Gjokudaj, faleminderit shumë për kohën dhe gjithë analizën tuaj. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime.